Të ndershëm vëllezër, Allahu Gjelleshanu kur don ta udhëzon të kanë banë mrekulli. Një ngjarje nga jeta ime. Kam bajt një ligjerat në xhami, më falni, në orë. Kam folur për vdekjen, si duhet më përgatit njeriu për vdekjen. Atëherë kur I kam thënë të fjalë, janë të incizuar në lenta me magnetofon. Kjo lent nuk e di që ka ra në dorën e një ateisti. Ai nuk ishte vetëm ateist, po ishte kontrast I fesë islame. Çdo gjë që ndigjonte për islamin ai urrente edhe e shante. Do të shkoje te baba në Alaskë, baba I punon në Alaskë, por baba shumë musliman praktikant. Ndoshta ajo lent ka mrimur shpinë atine në për babës. Edhe ki pregaditet për shkuar në Alaskë. I merë teshat e paska pas merak këngët folkloristike. Dhe në mes të lentave e sheve dhe këtë lentë. Ora thëtë, kush e ka fut këtë lentë këtu? Unë nuk shkoj për të vdekur atje, por shkoj për të punuar dhe për të jetuar. Falni. E merë lentën e hudhë në kantën e borëllaqeve. Një djali I vogël ka qenë duke ngrënë një banane, levarën ta hudhë në kantën e borëllaqeve, kur e shef lentën brenda. Mendon se I ka pëk, shkoj ja fut në çantë. Shkoj lenta në Alaskë bashkë me ateistin. Atje mas një kohë është mërzitur të lëshoj një lentë këngë, kur e shef lentën, që është incizuar për neve, thëtë, unë e fuga në kantën e borëllaqeve, ka hini kjo. Subhanallah. Allah I ban mrekulli vëllezër të dashur, kur don të kanë ta udhëzoje në rrugën e drejtë. E merë lentën përsëri e fugën kantën e borëllaqeve. Nuk shkon 3-4 ditë, baba I ban ndeshje me punë dhansin ai amerikan, to kanë punuar rafininë e naftës. Edhe I lajmëron policia se babat kanë ndëruar jetë. Gjanë normale, duke I përgatit dokumentet ka shkuar një javë. Ki menda javës e mendon thënë, po, edhe këtu pas ka vdekë. Edhe këtu vdesën njerëzit. Unë e kam falë sabajnë po lexoj Kur'an. Mbi telefon të kush I përslagi. Unë tërprejë. Edhe njëherë, pas 30 herë, u lidhëm. Tha, selam aleikum, tha mirë mrama. Thash më falni, ditë është ka thuet e mirë mrama. Tha, unë jam në Alaskë, jemi natë. 6 muaj natë vëllezër të dashur. Por të tregojnë lidhje me këtë. Tha, me të vërtet, tha, kur vjen momenti për të dalë dielli, këtë Alaska, populli Alaska dalën me lotë shiri për gëzimi që lindën dielli. O vllai I dashur, ne çdo ditë po lindën dielli të ne. Nëse po mërzitemi, as nuk na ndikon diçka pozitive, a dielli është një argument për argumenteve të Allahut Gjelleshanu. Po kur lindën dielli pse nuk e shohën? Shlafen, flejem atëherë, po ditën për ndërteshëve dhe shohëm. Për mbrëmje, po nuk e shohëm se I bëjmë llogari sa kemi fituar dhe sa kemi humbur. Ki fenomen I Allahu Gjelleshanu, po kalon me shi mbyllur, vesh mbyllur dhe gojë mbyllur. Pra, edhe për mëra telefon, tha baba më ka ndëruar jetë, çka të bëj me kufomën, me gjenazën. S'dishe çka t'i thonë. Po thash, vorosha atje. Sa për s'ka voreza muslimani, atërë shqyqot s'ko është ma shtrit, ma lirë. Nëse jam ma lirë për ta prunë Maqedoni, vere në Maqedoni. Edhe e prunë kufomën. Erdi kufoma, ja bom ceremoninë e islamit që I takon atë I vorimit. Edhe më ndajti vesh të hafësta, lente jote ka qenë shkak që unë sot, elhamdulillah, jam musliman. Elhamdulillah, edhe në shoqë që e ka pranu islamin. Elhamdulillah, digjem, një djale ka që në Riyadh të mësoje për fejnë islamin. Pra Allah I kur dërnë, ta udhëzoj dhe kanë ban edhe mrekulli.